Përsa i takon mandatit, duke qenë se prokurorët e strukturës së posaçme me legjislacionin në fuqi kanë një mandat që është 9 vite pa të drejtë rizgjedhje. Çfarë mund të më thoni për këtë? Në këndvështrimin afatgjatë të mbrojtjes që do ju bëhet këtyre prokurorëve mbasi zaurimit të mandatit 9 vjeçar. A ka një mbrojtje të veçantë që parashikon ligji në fuqi dhe a duhet të rishikuar kjo natyrë mbrojtje që ligji jep? Po, në fakt, mua më duket një kufizim i mandatit që është bërë këtyre prokurorëve dhe gjyqtarëve të posaçëm, sepse mos harrojmë një gjë, këta merren me pjesën më problematike të shoqërisë dhe jemi të bindur pa diskutim që Shqipëria është një vend i vogël dhe ndërhyrje dhe presione mund të ketë. Kështu që për të garantuar atyre mendoj vazhdimsinë në karrierë, do të jepet detyrimisht mundësia që ata të ishin në listat prioritare të gjithë atyre që kandidonin. Mos ta kishim lënë në një mandat të prershëm, po të ishin pak në atë listën pak prioritare dhe të privilegjuar në kuptimin pozitiv, pikërisht për shkak të eksperiencave të tyre që ata kanë pasur profesionale, po dhe për shkak të tyre sakrificave që ata bëjnë, duke pasur parasysh që luftojnë pjesën më të errët të shoqërisë, pra krimin e organizuar. Prandaj në këtë këndvështrim duhet kishin edhe garancitë e tjera. Garancitë e tjera për mua një garanci do ishte një mandat i dytë dhe garancitë e tjera pastaj që duhet u jepen për shkak pikërisht të luftës që ata kanë bërë kundër krimit të organizuar.